Jemi në pjesën e 5, ku do trajtojmë pyetjet numër 21 dhe 22 të provimit të lirimit në lëndën e matematikës zhvilluar në qershor të vitit 2014. Jemi në pyetje numër 21, jepet funksioni y baras me x katror minus 4. Gjeni pikat ku grafiku i funksionit pret boshin o x, si dhe koordinatat e kulmit të parabolës. Për ta kuptuar më mirë kërkesën e këtij ushtrimi, po paraqitim një sistem koordinativ ku është ndërtuar grafiku i funksionit y baras me x katror minus 4. Pra, kërkohen të gjenden koordinatat e pikave ku ky grafik pret boshin e x-eve, si dhe koordinatat e kulmit të parabolës. Çdo pikë e boshit të x-eve e ka y-in 0. Pra, rrjedhimisht dhe pikat ku grafiku do të pres boshin e x-eve do ta kenë y-in 0. Pra, duke patur parasysh këtë fakt, që y-i është 0 për situatën tonë, bëjmë zvendësimin në ekuacionin dhënë dhe do të marrim barazimin x katror minus 4 baras me 0. Më tej kemi x katror baras me 4, nga ku përcaktojmë x të barabartë me plus minus rënja katrore 4, që do të thot x baras me plus minus 2. Kështu, x-et e pikave që grafiku pret boshin e x-eve janë minus 2 dhe 2, të kombinuara me y-in, na krijojnë ekzistencën e dy pikave a dhe b, koordinatat e cilave janë përkatësisht minus 2, 0 dhe 2, 0. Pra, këto dy pikaj me koordinatat e tyre shërbejnë si pikprerje të grafikut të funksionit ton me boshin në x. Vazhdojmë mëtej me përcaktimin e koordinatave të kulmit të parabolës. Në qoftë se koordinatat e kulmit të parabolës do t'i shënojmë me m dhe n, ato do të përcaktoheshin nga këto formule. Pra, m baras me minus b përmbi 2a dhe n baras me minus d përmbi 4a. Për përcaktimin e a-s, b-s dhe mëtej të dallorit d, ndihmohemi nga shpreha x katror minus 4, të cilën e paraqitim në këtë formë: x katror plus 0 shumëzon x minus 4. Nga kjo shprehje gjejmë vlerën e a-s, e cila është 1, b-n, e cila do të dalë 0 dhe c-n minus 4. Mëtej vazhdojmë me përcaktimin konkret të vlerës së mes, e cila nga zvendësimet do të përcaktohet nga thyesa minus 0 përmbi 2 shumëzon 1 baras me 0. Mëtej përcaktojmë vlerën e n-s, duke zvendësuar tek thyesa jonë dallorin b katror minus 4ac dhe mëtej a-n. Kështu, nga këto zvendësime kemi thyesën minus 0 katror minus 4 shumëzon 1 shumëzim minus 4 mbi 4 shumëzon 1. Pra, në numërus gjithmonë kemi dallorin. Dhe duke kryer veprimet kemi minus 16 katërtat baras mëtej me minus 4. Kështu, nga gjetja e m-s dhe n-s, përcaktojmë dhe koordinatat e kulmit të parabolës, që do të jenë 0 dhe minus 4. Vazhdojmë me pyetjen 22. Mesatarja e 5 numrave është 32. Sa do të bëhet mesatarja e këtyre numrave nëse 3 prej tyre i zmadhojmë me 4, kurse 2 të tjerët i zvogëlojmë me 1? Kuptimi i mesatares lidhet me faktin që mblidhen numrat, në rastin ton 5 numra, dhe shuma e tyre pjesëtohet me 5. Kështu, në qoftë se numrat tanë do t'i klasifikojmë si A1, A2, A3, A4, A5, në numërusin e thyesës kemi shumën e këtyre numrave dhe pas pjesëtimit me 5 do të marrim si përfundim 32-shin, që është mesatarja aritmetike e tyre. Mëtej na thuhet që 3 prej tyre zmadhojnë me 4. Po mendojmë sikur ata që do të zmadhohen me 4 janë A1, A2, A3. Kështu që do marrim 3 numra të rinj, konkretisht B1 të barabartë me A1 plus 4, B2 të barabartë me A2 plus 4 dhe B3 të barabartë me A3 plus 4. Ndërkohë, në kërkesën e ushtrimit ton thuhet që dy numrat e tjerë i zvogëlojmë me 1. Pra,
Po mendojmë që A4 dhe A5 zvogëlohen me 1, për të marrë pra numrin B4 që do ta kemi si A4 minus 1 dhe B5 i barabartë me A5 minus 1. Pra kemi krijuar 5 numra të rinj, B1, B2, B3, B4, B5, cilëve do t'ju gjejmë mesataren aritmetike. Pra, do t'i mbledhim këta, do t'i pjestojmë për 5 dhe do t'gjejmë se sa do jetë vlera e kësaj thyese. Për të qenë më konkretët, kemi thyesën B1 plus B2 plus B3 plus B4 plus B5 mbi 5. Në vend të numrave B1, B2, B3, B4 dhe B5, vendosim shprehjet që qëndrojnë në të djathtë të tyre. Pra, do të marrim këtë thyesë dhe këtu mund të hapim klapat dhe pas kryerjes së veprimeve me numrat që do të shfaqen, do të marrim thyesën A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus 10 e gjitha mbi 5. Këtë thyesë do ta ndajmë në dy thyesa. Konkretisht, thyesa e parë do të jetë A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5 e gjitha mbi 5 dhe thyesa e dytë do të jetë 10 mbi 5. Por tek thyesa e parë kemi mesataren aritmetike të numrave A1, A2, A3, A4 dhe A5 që na janë dhënë që në fillim. Pra, vlera e kësaj mesatare është 32. Kështu që mund ta zvendësojmë këtë thyesë me 32 dhe do vazhdonim barazimin me shumën e numrave 32 plus 2, ku 2 merret nga 10 mbi 5. Dhe pas veprimit do të merrnim si përfundim numrin 34, i cili është vlera e thyesës B1 plus B2 plus B3 plus B4 plus B5 mbi 5, që në fund të fundit na tregon mesataren aritmetike të 5 numrave të rinj që u morën nga kushet e kërkesës së ushtrimit tonë.